Ngjarja e rëndë që tronditi fshatin Mjet në valën e Tejës, ku një burr tentoi të vriste gruan e tij me çifte dhe më pas e plagosi, duket se ka qenë e paralajmëruar nga situata e rëndë brenda familjes Hoxhaj. Komshinët tregojnë se ndonse Xhabiri ishte i sjellshëm dhe korrekt me të tjerët, ai kishte një sjellje të ashpër dhe shpesh të dhunshme ndaj bashkëshortes së tij. Shoqja ka një grua mirë, një nanë e përkushtueshme, ky ka një smut. Kur je i smut, dohesh më mjeku. Ka dhunu vazhdimisht? Shumë vazhdimisht. Shamat kanë pas ditë natë, me e matë, me e trash, me e budale, me e këtë, me e jatë, qas kom. Pashat madhin zot, aja gjyllë ma punëtore, e ma zoja për shfi, e për kanak, e me pritë me qitë, unë nuk di si me thonë për ma fort. Aja binonit. A i din vetë. Po Xhabiri, si ka? Jo, për ne ka keni mirë, se nuk ka keni kërë, se s'ka pas me më luft me ne, po. Pira ka pifa të ishtë, se di që ka keni shumë, dhe me thonë... I alkoolizu? I dhunë shumë, që me thonë nuk e di. Nga ana tjetër, të afërmit janë shprehur të tronditur nga kjo ngjarje, pavarësisht se kushëriri i tij pranon se Xhabiri shpesh ishte i alkoolizuar. S'kam pas fort komunikim me ta. Me pi pak. Kështu problematik me tjerë nuk ka kenë. Po me familjen, me shoqen? Nuk e di për zotin se s'kam hyrje dali me ta. Mund të ketë paktën 15 vjet. Mu më ka rritë fëmijë. Po gruaja? Edhe gruaja shumë e mirë. Kanë pas probleme? Nuk e di, ma kanë pas ajo se nëra ndoje, kanë ikë me shpinja atje, po... Një ati lërgë. As, kam ditë gjoveç në dorkë. E kam në gjohë se u boj kja punë. Nuk di që me thonë, jena habit tonë, në këna mitë ngrim. Pas ngjarjes, policia e valët të Tejës arrestoi autorin Xhabir Hoxhaj, ndërsa bashkëshortja e tij vazhdon të jetë në spitalin e Shkodrës nën kujdesin e mjekëve me plag në qafë dhe në shpatull.